Këtë fest 50 vjetorit lindjes, 30 vjetorit martesës, janë 90% shqiptarë. Na jena 9 vllazën dhe një motër. Ka arrit një sukses shumë të mirë këtu në Zvicër. Ne s'kemi mujt me qenë prezent në dasmën e tina. Edhe ka fshotën e gujës se kanë ndo për familjet atje. Tash po festoj 50 vjetorin dhe jam që 30 vite në Zvicër. E kem edhe 30 vjetorin e martesës. Shumë i gëzuar që kanë mujt me ardhë vllazërit prej Kosove, shumë miq prej Kosove dhe gjithandej Evropës. Dhe jam shumë i lumtur që kam mujt në këtë vendin ku punoj ta bëj këtë festë. U kanë ëndra ime që më mujt pak edhe na Kosovë, Zvicër mu lidh pak se tash masi po më lehtë mi ndru pak edhe mohabetet. Këtë festë pas 50 vjetorit lindjes, 30 vjetorit martesës, i kam edhe miq që bashkë punojmë bashkë, do më thonë punojmë që 20 vite me transport dhe i kam shumë miq të mirë. I kam edhe një ashtu edhe të Kristi Immobilie. Kristi Immobilie bëjmë që 13 vite dhe po ashtu i kam edhe shumë miq që punojmë në imobilie, që punojnë në ndërtimet tona dhe që na ndihmojnë. Dhe që janë 90% shqiptarë që punojmë me ndërtime, sigurisht është. Këto jena sa 227 vetë. Festa ka me qenë, besoj e mirë, kem muzikë, kem pak fjalime, pak kujtime të viteve të mia, është me radhë. Na jena 9 vllazën dhe një motër, gjithandej Evropës. Është mirë edhe për fëmijët, tana është mirë edhe për sukseset, për shembull tash 30 vjetori i martesës, që më kanë pak bashkuar edhe me festu së bashku. Unë jam vllau i tretë i Kristit. Na vimi prej fshatit Stublës, komunës Vitinjes. Kristi është vllau i madh i familjes sonë. Por neve është një gëzim shumë i madh, ku e shohim vllaun se ka arrit një sukses shumë të mirë këtu në Zvicër. Sot do feston jo vetëm 50 vjetorin, por e ka edhe 30 vjetorin e kurorëzimit me bashortën Marin, si dhe disa projekte që ka përfundu këtu në Zvicër. Është një krenari se e kem vlla, mburrimi me ta, kur është martu e packris do të tash para 30 viteve, shumica e vllazërve ne s'kemi mujt me qenë prezent në dasmën e tina, e sot jemi na komplet familja, jemi krejt bashku, me miq, dashamir, edhe të vllajt, po ata janë edhe miq dhe dashamir edhe të familjes tonë. Unë jam Dom Anton Uka, për ndryshe shërbej në Zvicër, në Lucern. Jam vllau i dytë i Kristës, padyshim se jemi vërtet gëzueshëm për këtë 50 vjetar, të cilën po e fillojmë këtë festë bashku. Prandaj Krista ka bën një udhtim shumë të mirë, vllau i parë i një familje të madhe, i cili vërtet na ka prirë mirë, ka pas suksese, ka punu dhe ju gëzohemi suksesi i tij, kuptohet. Dhe kjo mbrëmje, kjo festë 50 vjetorit është një mundësi edhe mu takoj me të gjithë familjarë tjerë që kanë ardhur jo vetëm nga Zvicra, por nga Kosova, Gjermania, Italia, Kroacia e vende tjera. Familja Uka nga Stubla Vitinjes, një familje shkëlqyshme me traditë vërtet edhe kontributdhënëse, edhe në vend në Stublën Vitinj, në Kosovë, në veçanti, po edhe në diasporën Morgot, sidomos në këtë pjesë ku jemi sonte, në këtë kanton që ka dhënë një kontribut integruar në mënyrë shkëlqyshme, për shkak se janë një familje e madhe, jo vetëm vëllezërit e Kristi me vëllezërit që sot feston 50 vjetorin e lindjes së 30 vjetorit në martesës, po edhe të tjerë të afërm të tyre, një farefes i gjerë i kontributdhënësve, por mërgjimtorët me veçanti, si Kristi me vëllezërit e tij, e të tjerë të afërm që janë këtu Morgot, që kanë krijuar një traditë mirë, natyrisht nga gjenerata e parë e kanë marrë, por tash për bortën të gjeneratat e treta, ata të katërta, vërtet janë për kompliment. Ne krenohemi me një familje tillë bojore fisnike. Prandaj unë sonte jam këtu, jam pranë njerëzve të mirë fisnike bojor kontributdhënës, jam pranë vëllezërve që vërtet edhe ka fshotën e gujës se kanë ndo për familjet atje në ditë më të rënda. Edhe sot janë kontributdhënës e human, jashtëzakonisht. Den Krista kenne ich eigentlich ja seit 2 Jahren jetzt.
als Lieferant. Ich bin vor 2 Jahren bei der Firma Avesco in Langenthal gestartet und Christa hat Fahrmischer-LKWs von uns im Einsatz. Deshalb kenne ich den Christa gut. Ja. Christa ist ein Freund auf jeden Fall und sehr zuvorkommend, freundlich, ja, sehr offen und angenehme Person auf jeden Fall. Christa hat mich und meine Frau eingeladen zu der Feier heute. Sehr wichtige Feier, 50. Geburtstag und 30 Jahre Hochzeit. Immobilienprojekte hat er gut abschließen können, ist sehr engagiert auch auf dieser Seite auf jeden Fall. Ja. Unë jam motra Kristit, Kristina, jam motra e 9 vllaznive. Me Kristin e kam një lidhje më të veçantë, se gjithmonë më ka marrë afër vetet, gjithmonë ka pas më shumë kujdes. Krejt janë krejt të mirë, me krejt më dojnë shumë edhe I du cilën mënyrë të veçantë. Amo me këto, muj me thonë që I kam një lidhje më të veçantë. Tashte se si kam prind, gjithmonë e kam, do me thonë mas prindve, e kam këtos edhe muj me thonë si motër, që foli për gjithçka. Është një natë shumë e mirë, një ditëlindje 50 vjetori Kristit, ama dhe është një fest shumë e mirë se I na mbledh krejt, nashta ka persona këto që kanë ardhur që nuk I kum pa që 15 vjetë. Edhe bash unë ndjen shumë e mirë. Jena të u knaq, jena të e shiju, maksimum jena shumë të knaqën, Kristit I urojmë prej zemrës, krejt mirat, I bof 100 vjetë me qitë vullnet, me qitë energji, me qëto të mira që I ka. I uroj shumë shnet, edhe falenderoj prej zemrës për gjithë shka që I ka bo për neve, për vllaznit e vetë, gjithmonë për neve o kanën. Jam djali I Axhës, Kristës, jam një vjetë e disa muaj më I ri se ai, po përndryshe jemi një brez edhe kemi kalu gjithë rinin edhe pjesën e adoleshencës bashkë. Ky se ka qenë djalë fantastik gjithë kohës, I urtë, po gjithmonë këmbgulës në ato që ka dashur me bë dhe sukseset e tij në Zvicër janë, mendoj unë, pikërisht lidhura me këtë, se ishte këmbgulës. Mbrëmja sotme është një, si më thoni, shfletim në atë albumin e kujtimeve tona në të cilët nganjëherë nuk kthehemi ose kthehemi dhe shohim shumë trouble, po sot u kthyme dhe pam krejt një kohë për cilën kemi gjithë secili nostalgjie, sidomos ne që ishim brez që na pa mundsu jeta e shkollës, në fakt kom ndjek jetën e shkollës, por shumica e atij brezi janë detyruar me lanë shkollat, me ikën për Evropë dhe kanë kriju jetë të re në realitet të re, gjithmonë të vështira, sepse emigracioni, emigrimi gjithmonë është një pasojë, nuk bëhet nga dëshira, domethënë është sikur një pemë kur e shkul për diku dhe e mbjell me një vend tjetër, duhet shumë mund, shumë dije, shumë kujdes për me mbi me një vend. Me Kristën jam njoftu vitin 2015, fundi 2015-ës, në atë kohë kam ardhur prej Italia, kam ardhur. Do me thonë si punëdhënës parë të në Zvicër kam pas Kristin, kam punu 7 vjetë, kam punu kaj. Brenda këtive 7 vjetëve me të vërtet nuk kam fjalë, me thonë ai fjalë të keqe, kështu diçka, por është se njeri tepër human, ndihmues, por si punëdhënës numër 1 për mua. Sa I përket mbrëmjes, me të vërtet një mbrëmje fenomenale.